që kur isha fëmijë më ngeli zhaku nga lagja. Unë isha 17 vjeç kur nisa punën e parë hit paradin dhe Alba TV. Unë besoj tek realizimi i dëshirave dhe jam shumë e lumtur që jam martuar 2 herë me të njëjtin burr. Duke menduar për hallet e popullit, më lindi domosdoshmëria të krijoja një alternativë politike për serviru disa mundësira njerëzve që po vuanin. Në fakt, njerëzit kot ankohen, sepse janë shumë të kënaqur me situatën që kanë. Janë njerëzit më hipokrit, më pabesë dhe nuk duhet i kesh besim asnjëriu në showbiz. Jam një introverte e maskuar si ekstroverte. Inida, përshëndetje, mirë se erdhe në Bordo. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Një verë e kaluar në Gjermani, ke pushuar apo ke planifikuar diçka nga projektet artistike? Po, kam pushuar kryesisht. Ishte edhe shumë e rëndësishme që ti isha mbas 3 muaj sërish në shtëpi. Kam bërë shumë punë shtëpie, sepse 3 muaj kur zhgruaja larg mbi zotron pluri dhe pastrova pra shumë, po unë procesin e pastrimit e kam pak si një lloj terapie, më pëlqen shumë. U kujdesa për djalin, për familjen, po nuk është se kam bërë pushime në Shqipëri, bëra pushimet, koha ishte shumë e keqe, ishim detyruar të rinim në shtëpi, vetëm shi, na kalbi shiu. Pastaj kam pikturuar pak, kam bërë një lloj pushime, si më thënë, por që me aktivitet. Çfarë raporti ke me djalin? Sa kohë kalon me të? Me djalin kaloj kohën më të madhe. Pra, djali tani vetëm 1 muaj ka që ka filluar kopshtin, që shkon vetëm 4 orë në ditë. Dhe kjo jo sepse unë doja, po sepse është më mirë ta çojmë në kopësh që të krijoj dhe pak të socializohet, të krijoj shoqërinë e vet, të mësohet në një ambient tjetër. Por që unë kaloj gjithë kohën me djalin. Amon është gjithmonë aty, unë jam gjithmonë aty. Mund të themi që je mam çuni nga ato tipiket meraklie? Po, jam shumë meraklie, kam qenë më meraklie në fillim, por jam pak më laissez-faire tani, e kam lënë pak edhe Amonin që të bëhet çik pis. Më përpara kam qenë manjake fare, nuk e lija të bëj fare pis në asnjë moment, ishte gjithkohë kështu me picet, me piru, me çdo gjë shumë perfekte, po tani e lë, sepse edhe ai duhet mësohet, nuk jam më aq manjake sa më përpara. E lë të luaj patjetër, e shoh që edhe ai ka shumë cilësi që mua më pëlqejnë tek një burr dhe jam e sigurt që Amoni do bëhet një burr shumë shumë interesant. Amon, kush e zgjodhi emrin dhe çfarë kuptimi ka? Amon është një emër i vjetër, ka qenë një mbret egjiptian që nuk quhet Amon, po diçka e ngjashme, Amun. Do të thotë djali i popullit, njeriu i popullit, ose i përsjedhuri, ka disa kuptime, në hebraisht e në lasht dhe në arabisht, ka kuptime nga më të ndryshme, nga ato zona vjen emri. Ne e përshtatëm pak, sepse edhe mua më pëlqen shumë fjala Amon, domethënë Aman, e përdor gjithmonë. Ka dhe diçka shqiptare pra brenda, është ai zhargoni i Tiranës, Amon. Dhe i shkon edhe mbi emrin Kreutz, është një emër që mund të përdoret edhe si artist, edhe si shkencëtar, edhe si filozof, edhe si këngëtar, edhe çdo gjë që ai mund të ketë dëshirë të bëjë në jetë, është një emër që i përshtatet, është i thjeshtë, është i shkurtër, mbahet mend. Amon Kreutz është shumë bukur bashk. E zgjodhëm të dy me Kristianin, pasi shpenzuam një 4 muaj duke marrë vetëm me punën e emrit, nuk është e thjeshtë të zgjedhësh një emër, por kur i zgjodhëm, kur ram dakord për Amon, na pëlqeu, ishte pa diskutueshme dhe jemi shumë të lumtur që e ka emrin Amon.
U riktheve në vëmendjen publike pas një shkëputje me art, politik, televizion. Ishin një zgjedhje e jotja të gjitha këta, po erdhën natyrshëm njëra pas tjetrës? Ishin, si ma thënë, misolli Zoti, hapi këto dyer. Unë edhe kërkoja në fakt një rikthim, patjetër kisha dëshirë që të rikthesha, nuk e dija as vetë se si, mbasi ishte në mënyrë të pavetdijshme kjo dëshirë imja e fshehur për të rikthyer që i solli këto mundësi. Patjetër, unë besoj tek manifestimi që i thonë, apo besoj tek realizimi i dëshirave që kemi, por çdo gjë erdhi natyrshëm. Fakti që unë u riktheva përmes një partie politike, përmes angazhimeve të mia politike në Shqipëri, mbasi më risolli në qendër të vëmendjes dhe pata mundësinë që edhe njerëzit të më rishohin mbas shumë kohësh, pata mundësinë që të rikthehem në televizionet ku kam qenë, ku kam pas punuar. Dhe ftesa për tek ferma VIP ishte patjetër një surprizë shumë e bukur që mua më pëlqeu shumë, erdhi në momentin e dur, ishte gjë e dur, sepse nuk doja diçka që të kishte angazhim shumë të madh për mua, por dhe doja diçka që të ishte vërtet dhe kënaqësi. Dhe të qenë opinionistët e ferma i plotësoj të gjitha këto kritere, ishte një kënaqësi shumë e madhe për mua të rikthesha në ekran, të rimerja dashurinë e njerëzve, mbase pak më shumë këtë herë. Shoh që edhe u kisha munguar njerëzve siç edhe më kishin munguar. Tek ferma VIP, kishe dikë të preferuar? Kisha patjetër, në fillim kisha Albën, sepse ishte shumë personazh interesant. Më erdhi shumë keq kur doli, po pastaj krijova një lloj simpatie për të gjithë. Pastaj patjetër Big Bastën, sepse edhe e njihja dhe më parë dhe dija që i ka ato cilësitë shumë të mira, më bë shumë qefi që Big Basta fitoi, sepse ishte një djalë që tregoi vlera. Edhe për Kesin kam patur mundësinë që ta njoh më vonë dhe është vërtet vajzë shumë e zgjuar dhe interesante. Dhe Limin, kam shumë simpati dhe për Limin, është djalë shumë i lezetshëm. Ndërkohë bashkëshorti yt është hera e parë që të gjen kaq aktive në jetën publike në Shqipëri. Si ka para i përfshirjen tënde, si dukesh? Shumë bukur, Kristiani në fakt ka patur mundësi, kemi jetuar edhe në para shumë vitesh në Shqipëri, para 12-13 vitesh, dhe patjetër që ka parë diçka nga suksesi, nga mediat, nga të qenit në media, por tashti ishte më i përfshirë, më këshillonte për gjërat që do vishja, për mënyrën si më dukeshin flokët, si dukesha e lyer. Pra, Kristiani më ka mbështetur shumë, është kujdesur shumë për Amonin, sepse një muaj unë isha vetëm, se duhet bënim pasaportën në Amonit, kështu që ishim detyruar që të rinim larg, dhe ai është kujdes shumë mirë për Amonin, jam shumë krenare dhe lumtur për të më shoh. Më ka mbështetur shumë me çdo gjë. Është njeriu më i afërt që kam. Ke qenë shumë e hapur në intervistat e tua mbi raportin që ke me bashkëshortin, një raport që jo gjithmonë ka shkuar vaj, por keni pasur ulje-ngritjet tuaja. Si ka qenë kjo periudhë për ty? Po, ne mund të them që pasi i kemi të gjitha mbas krave. Domethënë tani vetëm ditët më të mira janë para nesh. Sepse i kemi kaluar dhe krizat, dhe ndarjet, dhe divorcin, dhe ribashkimin. Dhe jam shumë e lumtur që jam martuar 2 herë me të njëjtin burr. Mbase kjo më bën pak më ndryshe nga të tjerë. Sepse në përgjithësi njerëzit kur ndahen martohen për së dyti me dikë tjetër, kurse ne u ndam, u zoom, u intoksikuam njëri tjetrin, u rryem, pastaj u ridashuruam, u rizbuluam veten. Kemi kaluar shumë procese, cilat janë të domosdoshme për njeriu, që edhe të përmirësohet veten, por sidomos të kuptoj edhe çfarë është dashuria, çfarë është marrëdhënia. Pra, marrëdhënia nuk mund të jetë diçka statike e cila ka një herë një formë dhe nuk ndryshon më kurrë. Marrëdhënia nuk është një qelç apo një porcelan që po u thyes bëhet më. Marrëdhënia është diçka plastike, është një lloj plasteline, është një enë që është gjithmonë në formim dhe nuk mbaron kurrë.
jemi në një fazë ku vetëm jemi mirënjohës e shijojmë njëri tjetrin, familjen që kemi, jemi shumë të lumtur që jemi bashkë dhe nuk të mendoja kur më jetën pa Kristianin apo pa familjen tonë. Në angazhimin tënd në televizion, të ka bërë kritika, të ka dhënë këshilla? Po. Kryesisht Kristiani më bën kritika për lukun, për pamjen, sepse s'ka mundësi që ndonjëherë patjetër që përpiqet përkthej përmes inteligjencës artificiale edhe gjërat që thuhen, po që kanë komplet kuptim qesharak ose komentet që shkruajnë njerëzit ndonjëherë janë vërtet shumë për të qeshur. Kështu që nga ana thelbësore nuk ka shumë çfarë thotë Kristiani se s'kupton. E keni menduar ndonjëherë zhvendosje në Shqipëri ose gjatë periudhës projekteve të tua? E keni menduar ndonjëherë që të jeni të tre këtu? Po, ka qenë një periudhë shumë e mirë, kur ndetëm 2 muaj e pam që dhe Amonit i bën shumë mirë Shqipëria. Patjetër edhe tani do rim 1 muaj, vim më shpesh sepse vim me makinë dhe vim më gjatë në Shqipëri. Patjetër që e mendoj jetën në të dyja vendet. Nuk e mendoj dot vetëm këtu, sepse edhe jeta atje është shumë e bukur dhe ka rëndësinë e vet. Kthehemi tek arti. Aktore, regjizore, autore poemash, cili nga këto role është më pranë shpirtit tënd? Me thënë drejtën, më shumë ndihem regjizore, sepse regjizori ka diçka, është analitik, zbulon analiza, unë jam gjithkohën duke analizuar. Kam gjithmonë kuriozitetin të lexoj vepra të reja, jam shumë e përfshirë dhe nga ana teorike është diçka që nuk më lë asnjëherë. Vazhdimisht në kërkim të një skenari për të inskenuar. Patjetër që unë kam dhe talentin në të shkruar, kryesisht tani jam përqendruar në tekstet e këngëve, nuk shkruaj më poema si dikur, por që jam e lumtur që më ka dhënë Zoti të gjitha mundësitë dhe talentet që kam për të shprehur veten time, se nuk e bëj më për hir të një publiku, e bëj thjesht për të kënaqur veten time. Për cilin nga programet që ke realizuar je përfshirë ke më shumë nostalgji? Programi që më krijon më shumë nostalgji është Metropolitan Show, sepse ishte shumë gallat dhe ishte shumë kënaqësi, ishte program e risi, ishte goxha avantgard. Inida Gjata Zhaku, një zgjedhje e jotja për emrin që do të ndjek gjithmonë, besoj. Po, ishte një zgjedhje pa menduar, diçka e krijuar nga halli, sepse Zhaku lindi si pseudonim, më thrisnin çunat e lagjes, nga Zhaku i Pamposhtu, nga një film, nga që ishta pak si Kalamani i lagjes, të gjithë kujdeseshin për mua. Dhe që kur isha fëmijë më ngeli Zhaku nga lagja, nga çunat e lagjes. Më pas ishte një zgjedhje që e bëra kur nisa karrierën në televizion, isha 17 vjeç kur nisa punën e parë Hit Parade-in dhe Alba TV, dhe nuk doja që njerëzit të mendonin që unë kisha fituar këtë mundësi fal emrit të prindërve të mi. Ndonjëherë ndihem pak si me 2 personalitete. Aktualisht në planet e tua, ka ndonjë projekt në televizion apo në politik? Jo, politikën me thënë drejtën e kam lënë, sepse e pash që nuk ja vlente, njerëzit më shumë ankohen se që pra të dëgjosh njerëzit të duket situata katastrofale dhe të duket pastaj të lind nevoja dhe domosdoshmëria të bësh diçka për të ndryshuar realitetin të tjerëve, sepse unë vetë jam shumë rregull, jetoj si personazhet e Çehovit, jam atje një konteshe madhe në shtëpinë time, jam rahat, nuk kam asnjë problem. Jeta ime është shumë mirë, por duke menduar për hallet e popullit, më lindi domosdoshmëria të krijoja një mundësi, një alternativë politike për të serviru disa mundësira njerëzve që po vuanin. Pash që në fakt njerëzit kot ankohen, sepse janë shumë të kënaqur me situatën që kanë, dhe kur erdha këtu më gjatë e kuptova edhe vetë, kështu që hoqa dorë plotësisht. Projekte televizive tani nuk kam për momentin, nuk e dia do kem, nuk më varet më jeta nga kjo punë dhe jam shumë e lumtur që
jam e lumtur gjithsesi, me punë, pa punë, i kemi gjërat Terezi. Nëse qeveria Rama do të propozonte një ministri, cilën do pranoje dhe pse? Nuk e di nëse qeveria Rama do më propozonte mua për ministër, nuk e besoj sepse një pjesë e kabinetit më njohin mua shumë e din që zit llogari. Nuk jam për atë punë. Dhe unë vetë nuk e çoj në përmend sepse nuk marr vesh nga llogarit, po erdhi puna për projekte, për gjëra, jam shumë e mirë në ide, jam shumë kreative, organizoj shumë mirë, por menaxhim jam bryl në sensin e llogarive dhe një administrator i mirë, një ministër i mirë duhet e para të ditë bëj llogari. Sa hyn, sa dalin. Për mua kjo s'ka rëndësi, unë jetoj pa buxhet, nuk e di sa lek kam, jam komplet në ajër në këtë drejtim dhe nuk jam për atë punë. Nuk dua ministre, shumë këshilltare, po. Këshilltare edhe mund ta shija veten. Të jesh pa censur, është ndihmes në famë apo pengesë? I ka të dyja, është thik me dy presa, sepse patjetër që merr përsipër ka riskjet e veta natyrisht kur flet hapur për çdo gjë, por që unë kam zgjedhur këtë është bërë pjesë e karakterit tim dhe e them mendimin tim siç duhet, mbas tani flas pak më pak se më përpara thea mendime edhe pa më kërkuar. Ndërsa tani jam bërë vetëm flas kur ma kërkojnë mendimin, prap pa censur, përpiqem natyrisht jem pak më diplomatike në mënyrën se si i them gjërat, sepse më përpara isha kështu tull fare ta çaja dhe zemrën me ato që thoja, kurse tani më ndryshe, pak më lehtëshëm, po mendoj që kjo më ka dhënë respektin, se nuk është puna të kesh famën kot. Puna është të gëzosh respektin e njerëzve dhe besoj se kjo ka qenë cilësia ime, karakteristika që më ka dhënë respektin e njerëzve. Ke kritikuar edhe politikën edhe showbizin. Cila të ka zhgënjur më shumë? Po, showbizi ka diçka. Showbizi mund të them ka zhgënjur më shumë sepse janë njerëzit më hipokrit, janë më të pabesë, të krijojnë disa situata ndonjëherë që të vënë vërtet në pozitë shumë të vështirë. Dhe mua ajo më ka dëmtuar më shumë, showbizi, kështu që ajo them është më botë më e fëlliqur. A ka një rast që mund ta ndash me ne diçka që nuk e harron dot? Unë nuk është se si kam ndarë më përpara, plus tani kanë kaluar aq shumë vite sa që unë i kam vënë një kapak të gjithë këtyre gjërave dhe një pjesë shumë të madhe edhe të gjërave që kam thënë apo që njerëzit që mund të kenë përfshirë në debate, patjetër që s'kisha nevojë për t'i bërë. Dhe u kam kërkuar dhe të falur personalisht. Nuk më bëjnë më përshtypje, po thjesht habite nga ana njerëzore, ka disa njerëz që janë vërtet shumë hipokrit, janë shumë me dy fytyra, janë të pabesë dhe nuk duhet i kesh besim asnjëriu në showbiz. Këtë kam besuar. Në diçka mua më ka shërbyer fama. Kam shumë miq gazetarë të cilët dinë shumë gjëra ose me të cilët unë kam folur, që unë i kam miq vërtet dhe unë flas hapur për rastet ndryshme. Dhe duhet të them që ata më kanë mbrojtur gjithmonë. Domethënë askush nuk më ka nga gazetarët, askush nuk më ka zhgënjur. Të gjithë më kanë mbrojtur, asnjëri nuk ka bërë skandale apo nuk kanë nxjerrë lajme që mund t'i di nga unë. Për këtë vërtet jam mirënjohëse. Pastaj për këto tjerët që hiqen si koleg apo si artist apo më mirë se ja vlen fare më fol, koha i tregon gjërat. Martesa dhe mëmësia shpesh të ndryshojnë prioritetet. A ka diçka në sot që nuk do ta bëje më kurrë, por që në të shkuarën do ta bëje pa hezitim? Po, besoj dalja e pakufishme. Sa herë që vi në Shqipëri e hap krau në këtë drejtim, në pije, bëj, abuzoj për qef, sepse është dhe mami që kujdeset për Amonin, janë edhe ato shoqëritë e vjetra. Është jeta ndryshe këtu në Shqipëri dhe patjetër që dal. Por nuk e bëj më. Nëse do të hiqnin çdo titull profesional, kush është Zhaku pa kostum skene? Jam një introverte e maskuar si ekstroverte. Kjo jam unë. Një njeri që do të gjithë ditën mund të rri edhe javë të tëra pa dal fare nga shtëpia.
të lexoj, të pikturoj, të ripërqel fet, të kujdesem për shtëpinë, por që edhe kontakte fare me njerëz nuk dua të kem. S'kam, unë nuk e përdor as telefonin as gjë, nuk flas me njeri, vetëm me mami. Jam shumë natyrë mbyllur edhe më pëlqen të reflektoj. Kjo jam unë. Kjo do isha. Po që njerëzit kujtojnë se unë jam shumë euforike, ekstroverte, i kam natyrisht ato, po që kryesisht jam një botë e mbyllur për qelë vet. A ka një pyetje që nuk ta kanë bërë kurrë, por që do doje t'i përgjigjeshe? Nuk e di, në përgjithësi gazetarët kanë qenë gjithmonë shumë interesant dhe kreativ me pyetjet e tyre në lidhje me mua. A je lumtur? Dhe unë po, do thoja jam e lumtur. Sepse ndihem shumë e realizuar edhe falenderoj shumë Zotin për çdo gjë që më ka dhënë. Kaq, kjo është. Zhaku, faleminderit. Faleminderit ty.